Abdullah ibn Omer ibn Khattabi radiallahu anhuma i gjunte me gura lec në xhamin e pejgamberit Allahut, ata që nuk i ngritshin duart kur shkojshin në ruku dhe kur u ngritshin prej rukus. Dhe na transmeton Ukbet ibn Amir, i cili thot se ngritja e duarve në namaz për çdo ngritje nga 10 sevape, sa është numri i gishtrave, për çdo gisht ka një sevap, dhe 1 me 10. Pra të privuar janë ata si që i konsideron Imam Ahmed ibn Ambeli bidatxhit. Për ata kur i than Imam Ahmed ibn Ambeli, çka mendon ja imam? Nëse na prin një imam namaz dhe ai nuk i ngrit duart para rukus dhe pas rukus, ta mëson e tregonin se janë sunet. Ta ponen se nuk merr vesh dhe disa ndalojnë, tha ka mundësi me ndalu nga ki sunet vetëm ata që janë bidatxhi. Apo në transmetim tha atere bojkotoni, për çka kse e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit Allahut, i injorojnë hadithet e pejgamberit Allahut.